Kona. Mua personalisht nga anë e muzikës unë e kam thënë gjithmonë, kënga mos u dorëzo ka qenë diçka që mund ta lozja 10-20 herë në ditë sa herë kisha, se nuk i nxinim dot telefonat ku isha, se isha në kategori ku ishin çuna dënuar me jetra. Po kënga mos u dorëzo ka qenë diçka Brother, legjendare. se ke idenë, bro, sa dëgjohet sot ajo në koncert. Ti nuk e ke idenë, është e vetmja këngë që njerëzit e këndojnë përmendsh koncerte. Akoma është ajo këngë vllahim. Kurse për kushërinë e mi, këngën që kanë shumë qef është Vin Vin. Vin njeri, vin. Se una normalisht i dëgjoja në vendet e erta, mos u dorëzo ka qenë këngë si drip. Diçka që Tirat janë dalur që në kotën verët janë çuna që fdi, vin normal që i pëlqen. E dini e Vin në makinë, për juve që mbase sa po mirëni pak tentën, ja recommend dëgjoni pak këngën Vin. Makina është different level. Yeah, bro. Kurse për çunat që jeni izoluar ose jeni në kohë të errta, opinioni im dëgjoni mos u dorëzo.